Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në emisionin Tim Kryqëzim, në të cilin sot do diskutojmë në lidhje me sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit. Ushqimi është një ndër shqetësimet më të mëdha të shoqërisë moderne, ku le të themi se një konsumator ditët e sotme nuk mjaftohet vetëm me çmimin e një produkti, por gjithashtu dëshiron që të di origjinën, mënyrën se si është prodhuar ky produkt dhe kushtet e sigurisë në të cilat është prodhuar. Bota sa vjen e më tepër kërkon një produkt organik, një produkt natyral, produktin bio dhe pikërisht këtu lind pyetja edhe për tregun shqiptar. Sa të kontrolluara janë ushqimet që ne përdorim? Sa i sigurt është konsumatori? Për të diskutuar më tej për këtë temë, kam nderin të them se sot kam të ftuar në studio zotin Hasan Stafa. Zoti Stafa, mirë se erdhët në studion time. Zoti Hasan është drejtor i Qendrës së Mbrojtjes së Konsumatorëve të Shqipërisë. Mirë se erdhët në studio dhe faleminderit që pranuat ftesën që të ishit pjesë e emisionit tim sot. Përshëndetje Mirdita, është kënaqësi të jem i ftuar sot në televizionin Drita TV. Për disa arsye dhe arsyet lidhen me pjesën pozitive që ka kryesisht rreth i Kavajës, i cili fillon kufizohet me Durrësin, Tiranën, Rrogozhinën, Durrësin dhe pjesën bregdetare. Pra sot janë 4 plazhe të cilët kanë një densë turistike paraprësisht rreth 1.2 milion njerëz konsumojnë atje pjesë, konsumojnë ajrin, konsumojnë ushqimin, konsumojnë akomodimet, hotelerin, konsumojnë rendin publik, konsumojnë ato ndotjet akustike, konsumojnë të infrastrukturë rrugore me ato parametra qetësi. Pra është një diçka tepër e veçantë të jem sot tonë në studion tuaj. Dhe natyrisht kjo është kënaqësi për mua sepse Kavaja ka rreth një popullsi si bashkia e madhe e kryesuar nga zoti Qosja, rreth 94.000 banorë dhe është ndër bashkitë e mëdha e Shqipërisë. Më vjen mirë se në raport me 61 bashkitë të tjera, po pjesërisht duke përjashtuar Tiranën, që është metropoli dhe është pjesa më e madhe e popullsisë, Kavaja ka një ndërgjegjësim publik qytetar të kënaqshëm në raport me gjitha qytetet e tjera. Dhe kjo ka disa arsye. Së pari, kavajësit gjithmonë e kanë dashur arsimin, gjithmonë janë të interesuar të dinë për jetën familjare dhe çfarë është më e rëndësishme, kavajësit janë dhe besimtarë. Dhe ai që është një besimtar i shpirtëror, natyrisht është një njeri i pastër, është një njeri që kërkon pastërti, është një njeri që kërkon rregulla, është një njeri që kërkon familje, është një njeri që do komunitetin, është njeri që ndihmon komunitetin, pra edhe ne thash që është kënaqësi të jem në studio sot në Drita TV. Natyrisht duhet të ndajmë disa gjëra sepse duke qenë nga 15 maj deri data 15 kur vjen 15 tetori, tashmë jemi në kulmin e sezonit turistik dhe duke qenë në kulmin e sezonit turistik, jemi në kulmin e fluksit të turizmit, të konsumit, siç e thash, por edhe shërbimeve të tjera publike që kërkojnë të plotësohen sot në bazë standardeve dhe në bazë atyre paketave turistike që janë ofruar paraprakisht nga subjektet operatorë të ndryshëm të turizmit apo familjar që kanë arritur në këtë pozicion, kanë arritur në këto momente, në natyrisht duhet që ecuria pozitive që është e shoqëruar me pak probleme të mbyllet sa më mirë duke minimizuar këto pak probleme që janë. Duhet të ndajmë, janë 2 kategori në kuptimin e tregut. Tregu është kërkesë ofertë. Kërkesa oferta çojnë ke një konkurrencë drejt. Nëse këto të dyja kanë një raport të drejtë me njëri tjetrën, natyrisht edhe konkurrenca është më e drejtë, çmimet janë më të rastishme, konsumatori është më i sigurt dhe konsumatori ngelet dhe më i kënaqur. Fatkeqësisht ende në Shqipëri dominojnë në dy mes të dy tregjeve, pra tregut formal, të formalizuar që është nën kontroll juridik në kuptimin e strukturave të kontrollit të shtetit dhe pjesa tjetër është tregu informal, i cili fatkeqësisht ende ka përqindje të lartë që zë në furnizimin kryesisht me ushqime të konsumatorëve. Po të fillojmë të thjesht Kavaja. Kavaja rreth ka 484 njësi tregtimi, duke filluar tek pikat ambulatore, duke përfunduar këto marketet periferike apo këto qendrore, dhe pjesa tjetër pastaj janë rreth 92-93 njësi ambulatore, ose siç i themi në tregu fshatare, tregu bujqësore, me emërtesa të ndryshme, të cilët konkurrojnë në mënyrë të padrejtë tregun e ndershëm. Dhe çfarë duhet të them me këtë? Nëse një treg i formalizuar ka përgjegjësi dhe është i detyruar të ofrojë produkte në raport me kërkesat e ligjit të konsumatorit, ligjit të ushqimit, ligjit të shërbimeve veterinar, ligjit të qumshtit, ligjit të mjedisit, ligjit
për shumë gjëra të tjera, tek tregu informal këto gjëra mungojnë. Mungojnë dhe duke munguar këto, atje është pasiguria më e madhe. Ne me të vërtetë kemi krijuar pjesën tradicionale të besimit tek njëri tjetri, tek fermerët apo fshatarët që themin ne që e supozojmë mund vjerë nga kajuçi, nga fshatrat e Kavajës mund vjerë ose mund vjerë nga Shpilleja, Luzi vogël, Luzi madh që janë këto zona topa dhe zona tjera, të cilën janë zona prodhuese të produkteve blegtorale, qumshit, nën produktet e qumshit, mishit dhe nën produktet e mishit. Po tek një treg informal, një pjesë e tyre në fjalën e kemi krijuar si konsumator, pra si konsumator të Kavajës, kanë krijuar besimin e tyre në bazë të njohjeve që kanë, duke ditë që një fermer në një zonë caktuar është një fermer i cili respekton pastërtinë, respekton besimin për të ofruar një produkt, atë do ta shes çdo ditë produktin, nuk do t'i nxjerr vetes probleme tek produkte e tjera, por nga ana tjetër pastaj është dhe pjesë e pasigurisë. Në një zonë caktuar, ne kemi pas në shumë raste pak edhe para një viti e gjysmë, në një zonë të Kavajës për shembull kishim brucelozën. Dhe kur u mor vesh u zbulua nga institucionet shtetërore për mbajtje e brucelozës tek produktet blegtorale, atëherë popullsia e Kavajës, jo vetëm e Kavajës, por sepse është zonë tashmë mikse në kuptimin e popullimit nga turizmi, kishte 2 javë që po tregtoheshin produktet me brucelozë. Natyrisht ata nuk sollën fatalitete fatmirësisht, por më fjalë diçka duhet të jetë në kontroll, sepse shërbimi veterinar i Kavajës, ne kemi një kolege mjaft mirë atje që e drejton shërbimin veterinar të Kavajës, është funksionar dhe punon mjaft mirë, është për të lavdruar punën e shërbimit veterinar të Kavajës, por kjo nuk do të thotë që nuk ka raste, pra nuk kemi raste që sjellin pasiguri në treg. Edhe po të fillim tek stacioni që ka qenë dikur në Kavaj i automjeteve, i dikurshëm atje dhe po të futemi deri afër derës bashkisë, do shohim atje një 34-35 njerëz, persona fizik, të cilët tregtojnë produkte rrugës, duke filluar me peshkun, me mishin, me njërin, me tjetrën. Këto temperatura po shkon është rreth 30, 32, 35, 40. Plurat, automjetet që çarkullojnë gjithë ditën, rrezet përgjuese të diellit, cilët në fjalë depërtojnë tek këto produkte. Çfarë sjellin këto? Sjellin siguri apo pasiguri? Pra këto sjellin pasiguri. Ne nga njëra anë pra duhet themi që struktura shtetërore këtu duke filluar me shërbim veterinar, autoriteti kombëtar i ushqimit, shëndeti publik, njësitë e shërbimit publik në bashkinë e Kavajës, duhet të bëjnë një tip në kuptim të grupohen bashkërisht, të harmonizojnë punën institucionale në formën e një task force, e cilët të jetë 24 në monitorim dhe në investigim të tregut. Në mënyrë që këto fenomene, në fjalë nuk po themi që mund të zhduken, mirë të zhduken fare, por nuk zhduken, por të minimizohen. Një minimizim do të thotë një risk më pak për shëndetin e konsumatorit. Duke qëndruar tek problematikat që ju pak a shumë na përmendët në të gjitha zonat që kemi përreth, duke përfshirë dhe qytetin e Kavajës, do doja të dija pak më konkretisht se çfarë një qytetar duhet të kontrollojë kur del në treg për të marrë një produkt. Pra si mund ta krijojë ai sigurinë kundrejt këtij shitsi që po ja jep apo këtij produkti që është duke marrë? Po, normal, është një pyetje shumë e drejtë e jotja, sepse konsumatori në kuptimin e saj del aty ku ka vendosur ose aty ku ka krijuar një farë besimi, natyrisht ai do dalë për të blerë. Po kush është siguria, çfarë sigurie ka konsumatori? Kjo është puna, pra kush ja ka ofruar sigurinë ose pse është i pasigurt produkti. Natyrisht se produkte bio nuk ka në gjithë botën, ka produkte natyrale, pra produkte që prodhon natyrë, që si në gjithë botën edhe këtu kene, ka dhe produkte pastaj bioteknologjike, siç janë omegjet, produktet genetikisht modifikuara. Sepse me produkte natyrale, ku nuk arrihet në fjalë që aq më tepër Shqipëria që ka këto vitet e fundit ka një rënë prodhimit, ka një braktisje të vendit nga forcat rinore, ato që duhet rrishin të zhvillojnë fermat, ato që duhet zhvillojnë bujqësinë, ato që duhet zhvillojnë prodhimin, ato fatkeqësisht kjo një plagë e madhe është histori tjetër që i mungojnë ky kapacitet Shqipërisë nga forcat rinore, që të vendoset punë, stimulohet me programa fat shkurta, fat mesme apo gjata nga shteti, pra të kreditohet, të stimulohet në një farë mënyrë për të vu në punë ashtu sikur se vendet e tjera, kjo tek ne është shumë pak, është shumë e limituar, sepse politikat sociale në Shqipëri në kuptimin e drejt për drejt tek publiku janë të pakta. Dhe pjesa tjetër, pjesa e stimulimit,
e shtetit në raport me atë që duhet bëjë me zhvillimin, me bujqësinë ose me blegtorinë, janë jo aty ku duhet, jo në ato kapacitete. Se nëse Kosova përdor sot 60 milion euro për fermerët, pra duke stimuluar fermerët, këtu kënet është pothuajse gjysmë për gjysmë. Edhe kjo, në raport me 2 vitet e para, 3 vitet e para, është më lartë. Dhe po tendenca është për të zhvilluar, për të ngritur me këto politikat e reja që po bën, por ne duhet themi realitetin. Me produkt vendas një treg nuk furnizohet, por si furnizohet, pjesa të si furnizohet. Nëse do dalim tek tregu, ku në mëngjes dalim fermerët që në 4-5 mëngjesit, me ato bidonat e qumshit plastik 1.5 litroshe, aty ku dalim me djathin që kanë bërë në për familjet e tyre, me në produkte të tjera, kush është siguria e tyre? Prandaj shërbimi veterinar që mbulojnë zonat caktuara, që paguhen nga taksat e qytetarëve të Kavajës apo dhe Shqipërisë në zonat tjera, kanë për detyrë që të kenë të regjistruar, të dokumentuar të gjitha kafshët e gjalla për secilin fermer apo familje. Duke pas regjistruar i ka bën një matrikullim, dhe numri i matrikullimit hidhet një regjistër të veçantë elektronik. Ai që matrikullohet, ai kontrollohet, i bëhet dhe kontrolli shëndetësor. Duke pas kontrollin shëndetësor në mbikëqyrje vazhdimisht në tërësi të kafshëve apo të shpendëve apo dhe të bledhëve, atëherë fjalë do të thotë që është një zonë e sigurt dhe është e pa prekur nga smundshmëritë e ndryshme, qofshin efektive apo smundet të tjera. Nëse këto janë të kontrolluara dhe nëse vjen para përgjegjësisë të një që paguhen duke filluar ke unë i pari deri tek i fundit, natyrisht që mbeti produkti vjen i pastër, produkti vjen i rregullt, produkti nuk kthehet në problem për shëndetin e konsumatorit. Nëse abuzohet dhe strukturat nuk harmonizojnë punën e tyre në përputhje me ligjin, atëherë lihet shtek edhe për të abuzuar. Se në këtë kohë, unë thash janë rreth 1.2 milion vetëm në zonën e Kavajës bashkë me turistët që konsumojnë 24 herë 3 herë konsum, i thonë rreth 3 milionë e 600.000 njerëz që për 24 orë fjalë konsumojnë. Çfarë produkte do konsumojnë? Ato pikërisht produkte dhe të importit. Po nga një anë tregu i formalizuar që është në kontroll, ka një përgjegjësi krejt tjetër, sepse kur e merr një produkt ai ta jep, është i detyruar të t'japë edhe listën, ta printojë atje për llojit e produkteve që ke marrë, në fund ve dhe vlerën financiare, por në krahun tjetër ka edhe garancinë. Pra është një faturë që e ve para përgjegjësisë nëse konsumatori konstaton një problem ose nëse preket nga një problem që i ka ardhur si rezultat i konsumit të një ushqimi i cili nuk ka qenë në përputhje me kërkesat dhe me ligjin. Ndërsa tek pjesa e tregut informal, nëse ne sot marrim i shish i qumësht atje dhe nga konsumi i atij qumësht që preket shëndeti një konsumatori, tjetër konsumatori nuk e gjet dot nesër dhe me gjet ligjërisht nuk e çepon sa nuk ka dhënë një dokument. Aty nuk ke një faturë, një dokument që ke blerë të shish i qumësht ke unë me këto dhënë. Atëherë si do të funksionojë? Pra formaliteti me informalitetin, unë pranë thashë konsumatori duhet të orientohet sa më shpejt drejt tregut të formalizuar. Sa aty ku tregu është i formalizuar, përgjegjësitë janë më të mëdha dhe produkti është më i sigurt. Tek pjesa tjetër e informalitetit, që është pjesë tradicionale që Shqipëria është trashëguar me shekuj, aty natyrisht pastaj është ai mirëbesimi që ka lindur mes njerëzve, që me vitet të është krijuar, nuk ka patur probleme, pra ka goxha njerëz të ndërgjegjshëm. Unë pranë e preferova të vlerësoj qytetarin ose konsumatorin e Kavajës tu në qytet apo në zonat të tjera periferike, sepse njerëz që kanë një farë ndërgjegje, të cilë mundohen të nxjerrën më të mirën e asaj që mund të ofrojnë tek konsumatori, për të krijuar besimin e vet, ndryshe po të kenë dhe siguri vazhdueshmëri në shitjen e produkteve të tyre. Se duke pas siguri, fjalë edhe ai, fjalë me ato 5 tek mba familjen, ushqyer dhe si thuaç një farë mënyrë kryen ato nevojat e veta. Në qoftë se do të flasim për tregun informal, siç ju thatë, dhe për tregun formal. Atëherë produktet e tregut formal janë më të kontrolluara normalisht se sa produktet e fshatarëve që normalisht duhet jenë, por që qytetarët shkojnë në bazë të besimit që ato kanë tek ky person. A është gjithmonë çmimi një tregues i mirë, i rëndësishëm dhe parësor për produktin që ne marrim? Pra në qoftë se ka një çmim më të mirë, do thotë kjo që ai produkt është më i mirë? Apo është thjesht diçka që vendoset për të çmuar atë që ne jemi duke blerë? Po edhe në fillim të përmendëm, pra është kërkesë oferta ajo që vendos çmimin tek produktet në tërësi. Tek tregu informal në përgjithësi kanë është një çmim i përhapurt, sepse ato pyesin
bisedojnë me njëri tjetrin, E kuptoj, dhe pak janë a shumë përditshëm me që njëri të rrethojnë tjetrin, të njëjtën çmim. shikojnë dhe ato shpenzimet e veta që bëjnë, shikojnë edhe ditën e punës që dalin rrinë gjithë ditën aty në drek përshitur, natyrisht pastaj llogarisën e pjesën e vet fitimit. Po thuaj se është një uniform. 250 lekë është një kokër vezë në fillim ka vajzë, 250 lekë është në fund tek tregu informal në kuptimin e saj. Pra po thuaj se është i unifikuar. Pastaj çështja e besimit është ne nuk na vjen mirë ose unë nuk më vjen mirë ta deklaroj që informaliteti nuk më pëlqen se është antiligjor në kuptimin e se unë bëj shëndetin e konsumatorit. Duke bërë shëndetin e konsumatorit gjithmonë respektoj, luftoj për të zbatuar ligji. Një ligj që zbatohet me korrektesë në kuptimin e gjërave, ai sjell produktivitet pozitiv te konsumatorit. Pra siguri, natyrisht edhe tek tregu formal, a ka probleme? Mund të ketë, mund ka raste që ka dhe më keq se sa raste që mund ndodhin tek informali, më shumë janë tek formalizuar. Sepse për shembull janë disa produkte, kryesisht produktet për fëmijë, këto janë ca gjëra që unë s'po i përmend. Apo sa çiçe kanë vishë të cilët janë gjetur sepse që kanë dalë me probleme, me mbartës me shumë probleme që kanë sjell edhe problemet e konsumatorit, nuk kanë sjell fatalitete, por kanë sjell probleme të shëndetit të konsumatorit. Pra nuk do të them, prandaj struktura shtetërore është mirë funksionon të harmonizojmë punën me njëra tjetrave. Ne kemi rreth një vit e gjysmë që autoriteti kombëtar i ushqimit në rang kombëtar me vendim të qeverisë ushkëri ose rasti trup ngeli ato drejtoritë qendrore, drejtoritë e riskut që punon pikërisht gjymshmërinë dhe rrezikun tek produktet dhe është shumë aktive, duhet të themi që pak në 2025 137 ankesa në nivel kombëtar, që është në raport me sa është një zero, sepse kemi pas vite që ne kemi pas probleme fatalitete, pikërisht nga mos funksionimi i strukturave ose abuzimi me detyrën e personave, ose mungesa e profesionalizmit nga ato njerëz të cilët paguhen për të mbuluar një sektor të veçantë në kuptimin e monitorimit të tregut apo të kontrollit dhe sigurisë ushqimore. Jemi në një nivel të kënaqshëm të mirë, sepse fatmirësisht ne jemi edhe në pothuajse në pragun e mbylljes së kapitujve të Bashkimit Evropian, kapitulli i sigurisë ushqimore është më i vështirë, dhe është kapitulli i fundit që do mbyllet, sepse ka detyra shtëpie për Shqipërinë, për ne që punojmë fushën e konsumatorit dhe për vetë konsumatorët tek pjesa e ndërgjegjësimit, që ai të ndërgjegjësohet çfarë do blej dhe çfarë duhet dhe para se të blej çfarë duhet të di për atë që blen, sepse është pjesa e ndërgjegjësimit. Pra kur të orientohet konsumatori shkoj për bler, ai kuletën e ka me vete, lekët i ka vetë në xhep, vendimet i merr vetë, por më parë se blej duhet të ketë një informacion të plot rreth produktit që merr. Dhe rreth produktit që merr, informacioni plot ligjërisht është me ligj. Mënyra eksplicite përcaktohet 89-14 i ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, mënyra eksplicite duhet të shihet etiketa e produktit, e cila ka origjinën, emërtesën e produktit, llojshmërinë dhe përbërësit e produktit, kushtet e rujtjes, kushtet e transportit, kushtet e gatimit, nëse është i gatshëm apo jo është i gatshëm, datën e prodhimit, datën e skatimit. Dhe pjesa përsëri që është pjesë kryesore tek kjo, në fund kur blen një produkt me etiketë në një zonë, në një vend apo në një shtëpi tregtimi, kudo që ti jesh, është detyruar ligjërisht të merret fatura. Fatura është baza juridike e ankesës së një konsumatori në rastet kur produkti, cilësia e produktit brenda ambalazhit e paketuar e hapur nuk ka rëndësi se si është, por ka etiketën e saktuar kur nuk përputhet cilësia dhe pritshmëritë e konsumatorit në raport me ato që deklarohen në etiketë, konsumatori me njëherë është i detyruar të denoncojë. Denoncimet fatmirësisht sot për zhvillimin teknologjik ka arritur deri aty sa ta jep mundësinë konsumatorëve, dikush mund ta bëjë me gojë, dikush mund ta bëjë në media, drejt për drejt edhe këtu tek ju që është një burim i madh. Edhe kjo dritari e televizionit dritë është një burim i madh i informimit për konsumatorët. Mund ta bëjnë ka në bashki zyrë posaçme të informimit atje ku mund të bëjë një denoncim, ka zyra të shëndetit publik këtu tek qendra spitalore e shërbimit publik këtu në Kavaj, ka personat që punojnë te autoritetet kombëtar të ushqimit, është drejtoria bujqësisë që ka agronomëve që përgjigjen për cilësinë e produkteve të fruta, perimeve dhe veterinerë që përgjigjen për produktet shtazore që janë mishi, qumshi, janë produktet e tyre. Pra ka një sër mundësish konsumatori, një konsumator i ndërgjegjësuar, sot ka mundësi mos bjerë viktim dhe thojza, e asaj me fjalë
të keqe që i ofrohet në treg si produkt i sigurt, por realisht është i produkt i pasigurt. Pra konsumatori sot duhet të orientohet drejt atij produkti që ka më shumë siguri. Dhe në rastet kur konstaton, sido që tjetë dhe një konstatim i vogël, sikur dhe një produkt i paketuar me karton, sikur pak tjetë i prekur kartoni, ai ka drejt me njëherë ta kthejë produktin dhe të bëjë denoncim për katës. Shitësi ose ai që ofron produktin është i detyruar me atë njësi mbrenda parametrave t'ia ndrojë produktin për t'ia dhënë sigurt, ose i detyruar të japë mbas faturës që ka, të japë para të kthejë mallin, ta çojë atje ligjërisht që duhet ta ndajë, duhet ta kthejë, se është kthimi i mallit, pastaj është një kapitull tjetër, jo? Por çast që fatmirësisht jemi në këto momente me një punë shumë të ngarkuar në raport, sepse të afrosh tek porta e Bashkimit Evropian, kryesisht fushën e sigurisë ushqimore, konkurrencës, mbrojtjes konsumatorit dhe funksionimin e strukturave kombëtare që mbrojnë konsumatorin dhe mbikëqyrojnë tregun, është një detyrë shumë e vështirë. Ne fatmirësisht kemi arritur shumë hapa përpara, kemi përputhur legjislacionin shqiptar me standardet e Bashkimit Evropian, pra ligji është i njëjtë. Ndërgjegjësimi është ende problem që shteti duhet të ketë politika që të ofrojë më shumë këshillim dhe informacion të konsumatorit nga një anë dhe nga ana tjetër të bashkëpunojë me bizneset për të ofruar edhe biznesit sa më shumë informacion te konsumatori për atë sipërmarrje që ka marrë, për ato produkte që ofron, për të drejtat që ka si biznes, për nevojat që ka si biznes, por dhe detyrimet që ka ndaj konsumatorit, sepse konsumatori është mbreti i tregut, tek e fundfare. Pjesa tjetër, qoftë biznesi apo ne që punojmë, ne jemi thjesht shërbëtorë të mbrojtjes konsumatorëve. Sa më mirë bëjmë detyrat ne, aq më i sigurt të konsumatori. Sa më shumë të hesht konsumatori, aq më keq është për konsumatorin edhe për neve pastaj. Do të merrja pak shkas nga fjala që ju më thatë, sepse më tërhoqë vëmendje shumë ajo data skadencës e një produkti. Gjithmonë më zhdukur e çuditshme fakti që është vendosur një datë paraprake për skadencën e një produkti. Për shembull, marrim një datë 27/7. Ku mund ta gjej konsumatori atë sigurinë që me datë 26 ky produkt mund konsumohet? Po. Pikërisht tek tregu i formalizuar, çdo produkt ka thamë që ka një etiket dhe mbi etiket janë të vendosur këto të dhëna që përmendëm. Një nga të dhëna që përmendëm, duke filluar edhe tek kjo shishja e ujit që kemi këtu, edhe kjo ka datën e prodhimit dhe ka datën e skadimit. Dhe plus asaj ka një barkod, ja ku është barkodi këtu, dhe konsumatori me njerë me celular, aktiv mund futet tek barkodi për ta pa, pra se kjo ka serinë, si seri prodhimi, datën e prodhimit dhe datën e skadimit. Me njerë shkon tek produkti, edhe e din dhe kur ka dalë prej fabrike e ketë dhënat atje, ka datën e prodhimit, datën e skadimit, ndërsa konsumatori dyshon, më fjalë për manipulim apo falsifikim, te etiketës me njerë mund të futet. Nëse nuk ka proposhmëri dhe nuk e gjen atje tek barkodi i produktit, atëherë do të thotë që ky është një produkt i cili nuk e diskutoj që data e skadimit është e përcaktuar dhe ajo do të thotë që me atë datë produkti nuk mund të përdoret më, po thjesht brenda datë e prodhimit, datë e skadimit, jashtë datës së skadencës nuk duhet të prodhohet, bile mundësisht duhet hequr pak ditë përpara, pak një javë përpara, duhet ofrohet një javë, dy përpara tek koshi i ofertave, të ofrohet me një çmim krejt tjetër. Atje nëse shitet, mirë, nuk u shitet, është detyruar me njerë të kthehet edhe të konfiskohet, pra me komision, të thirret komisionin shëndetësor i AKU-s, bashkë me biznesin, ta konfiskoj bashkë me përfaqësuesin e eksklusivitetin që mund të ketë produktin, eksklusivitetin produktit. Do të thotë që nuk është thjesht data fikse, por është më mirë që paraprakisht. A ka probleme, ka për shumë mirë si problem. A ka probleme tek datat e skadencës, ne kemi pas problemet më të mëdha, pothuajse. Unë që kam një karrierë 28 vjeçare dhe pretendoj që jam nga ekspertët më të vjetër në fushën e mbrojtjes së konsumatorit, gjithmonë kemi pas probleme dhe ende kemi probleme. Sepse kjo është një defekt i vetë bizneset e shëndosha, bizneset e ndershme, bizneset konkurruese, kur nuk i bëjnë të tilla sepse i kanë plotësuar në kuptimin e saj, i kanë bërë gjërat në përputhje me ligjin standarde. Sido që të mundohesh tek një biznes i cili është standard, ka zbatuar rregullat standard, kur nuk mund të fshihet ajo boja e datës skadencës. Dhe sa të tjera me të cilët manipulohet, është një bojë e tillë, e cila fare thjesht edhe me gisht mund të hiqet. Pra po këto janë raste të pakta, janë raste spekulative,
të dënueshme, ne kemi pas raste. Normalisht në rastin që një produkt vjen pa datë skadencë. Sot në fjalë edhe sot që flasim këtu, ne kemi njerëz të cilët po vujnë vite burgimi shumë të gjata, sepse pikërisht kanë bërë atë që duhet bërë para falsifikimi i datës së skadencës. E kuptoj. Dhe kjo është shumë e rëndë sepse nuk diskutohet, mund të vendosësh në rrezik shëndetin diku tjetër. Minimalisht dhe shkencërisht është një afat i shkurtër me cilën produkti nuk kthehet në intoksikues ose helmues, por denatyrohet. Ai që denatyrohet humbi vlerat ushqyese dhe nuk merr vlerat ushqyese trupi, po të kaloj një afat të dytë, e supozojmë nga data skadencës 7 ditë më mbrapa, ai kthehet një helm. Dhe një helm do të thotë që ka pasoja fatalitete në shëndetin e konsumatorit. Pra pikërisht në raste shumë pakta, sepse ne fatmirësisht kemi arritur ta monitorojmë, pothuajse u bën pak në 4 vite, 5 vite që është një monitorim shumë i rrept, kryesisht për këto lloj probleme që lidhen me falsifikimet, me imitacionet e këto gjëra tek etiketat. Dhe fatmirësisht në fjalë nuk kemi pas raste për të cilët të krijohen probleme të konsumatorit. A kemi pas tendenca kemi pas te kosi frutave. Ne kemi kos frutash, ai thot data e skadencës sot data 20 korrik, e ka 20 korrik. Mund ta kesh ble edhe para 6 muajsh ai që thot 20 korrik, edhe brenda është konstatuar me myk. Ashtu sikur edhe qumshi. Para më fjalë kjo pranoj se pastaj është përgjegjësia e prodhuesit edhe përgjegjësia e atij që administron prodhimin ose shitësit. Se prodhuesi ka respektuar gjithë standardet, i ka vendosur etiketën dhe është në rregull përputhje me ligjin, nëse është ruajtur në kushte të përshtatshme. Sipas kërkesave të shëndetit publik, produkti kur nuk arrin të denatyrohet apo të prishet. Nëse është ruajtur me parametra në mënyrë të hapur, abuzive, pa kushte frigoriferike, pa stërtinë, perimetrat të cilat kërkojnë për ruajtjen e produktit. Pikërisht ato standardet që kërkohen, natyrisht është një produkt të rrezikshëm. Dhe në këtë rast ne po i 24 ne jemi absolutisht, sidomos në kohën thash nga 15 maj deri 15 tetor, në 24 jemi në monitorim të rrjetë të tregut, kryesisht për sigurinë ushqimore dhe shëndetin publik. Sepse këto janë ato problemet, fjalë një problem që mund të kapet diku, ai nuk konsumohet nga një njeri, u prek një njeri dhe u intoksikoi njeri. Ai produkt mund të hahet nga 10, 100 apo 1000 vet. Pra është një diçka që është shumë serioze, që strukturat kanë detyrë eksplicite të përcaktuar fare qartë, sepse përgjegjësia nuk mund të shkojë ke dikush tjetër, kur një strukturë paguhet pikërisht fjalë për të monitoruar sigurinë ushqimore, sigurinë e ambientit, sigurinë e shëndetit. Mendoni ju se është e drejtë që një prodhues i vogël të shihet si rrezik vetëm sepse nuk kalon të njëjtat procese kontrolli si një kompani e madhe? Pra gjithë këto procese që ne parashtruat, që ju i sqaruat mjaft me detaje, të cilat kalon një kompani formale. Pra, a mund shikohet një kompani më e vogël apo në rastin fshatarët ose fermerët si një rrezik për shkak se nuk kalon gjithë këto filtra? Po, ne pothuajse e trajtuam, po specifikisht në fjalë po ta them. Ne tham problemet mund të lindin edhe nga këto kompanitë apo që kanë ekskluzivitet tregu, kanë emër, kanë klientel, konsumatorë, cilët i konsumojnë produktet për shumë arsye, kanë krijuar traditën, kanë krijuar besimin, kanë krijuar shumë gjëra në fjalë dhe konkurrojnë tregun me produktin që kanë. A ka probleme pikërisht ato kur kanë arrit testat, edhe aty në fjalë ka probleme. Sepse nëse unë hap një biznes sot, një stabiliment të prodhimit e supozojmë të propunimit mishit, unë 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, 5 muaj zbatoj gjitha parametrat dhe nxjerr një produkt të pëlqyeshëm në përputhje me kërkesat e ligjit edhe i pëlqyeshëm nga konsumatori. Po nëse unë kam përdorur një mish në kuptimin e saj si lëndë e parë që është në produktet e mishit, një mish standard, pra me gjithë parametrat, unë kam ofruar një produkt të mirë. E kam marrë pak më shtrenjtë, do fitoj pak më pak. E kuptoj. Nësa Por do të thotë që është më shëndetshëm për pastaj pjesa tjetër është ajo që lind për të spekuluar dhe për të arritur forma, për të fituar sa më shumë
për të pasuruar këto biznese sa më shpejt, aty pastaj fillon edhe manipulimi. Nuk e merr mishin me $4, por shkon merr nga ato me 2.5 $3. Ai mund të ketë ai që është me $2, $3, ai mund të jetë një muaj për të shkaduar, po ai nga Peruja, nga supozojmë nga Kanadaja, nga Argentina, nga diku tjetër, fjalë produktet e importit kryesisht që merren Venezuela, që pothuajse pjesa më e madhe në produkteve atje merren, produktet paketuara, produktet hapura, me kërkesa, me certifikate sigurie, me një dokumentacion shumë korrekt e gjitha, po nëse ti shkoj merr një muaj përpara atje, ai e ka nxjerr për ta kropos, edhe ti shkoj merr me $1, pastaj është ajo pjesë manipulative, është pjesë që sjell pasiguri të konsumatorit, por natyrisht do penalizojë edhe vetë biznesin, nëse pas nesër. Sepse diçka momentarisht nuk është mirë, por mund të tentosh për të bërë diçka spekulative tek produkti për të fituar te konsumatori, po mos harro se konsumatori mund ta vujë një pasojë sot, por më pasojë pastaj do bien mbi shkaktarin pastaj nesër. Dhe po në përgjithësi prodhuesit shqiptar janë prodhues që ne në kuptimin e saj duhet jemi krenar, absolutisht duhet jemi krenar. Ne konsumatorët duhet të rekomandojmë gjithmonë drejt prodhimit shqiptar. Sa më shumë prodhim shqiptar është prodhim natyral, duke llogaritur të pjesën e shkurtit deri nga fillimi i prillit që janë to kryesisht që përrim këto produkte të serave, të cilët mund të ketë raste spekulative me këto hedhje të pesticideve pa norma, jashtë kontrollet tjerë, që ka pas raste, po janë të minimizuara. Tashmë kemi treg sigurt edhe në atë fushë, pastaj pjesa tjetër shqiptar duhet të adresohen te produkti shqiptar. Ne edhe sot me ato produkte që konkurrojmë në tregun evropian, duke filluar me Kroacinë, duke filluar me Austrinë, duke filluar me shumë vende të cilët janë vende anëtare të Bashkimit Evropian, natyrisht produkti shqiptar është një produkt i cili ka imazh të mirë, ka kërkesë, ka dhe cilësi. Se po të shkosh për shembull, ne kemi na ka rastis çështje pune që kemi shkuar edhe në Vjenë, për shembull 5 mëngjesit kemi gjetë tek market radh me 10 njerëz duke pritur sepse po priteshin që të shkojnë për të tregtuar domatet shqiptare. Edhe sa shiteshin fjalë me 6 euro kilogrami atje. Këtu shiteshin me 2.000 lekë vjetra që i themi këtu, por kjo është një diçka e mirë, pra kanë imazh, ne s'kemi kapacitete, nuk kemi në kuptimin asaj zhvillim të brendshëm për të eksportuar sa më shumë, sepse prodhimet një vendi i Bashkimit Evropian ose vendi rajoni, qoftë Kosova, Malizia, Maqedonia, këto që nuk janë vende në kuptimin shumë zhvilluar dhe nuk janë vende të BE-s, janë pak a shumë në nivelin tonë. Edhe këto me fjalë nuk merr kush i produkt atje pa pas certifikat sigurie. Certifikati i sigurisë është ajo që ka përgjegjësinë, sepse ai po të jep ti ke vut çmimin, ai po të jep erot, po do edhe sigurinë e qytetarit vet, të konsumatorit atje. Por është diçka që kemi hapa shumë pozitiv, kemi një farë zhvillimi, por kërkohen strategji dhe plane afatgjata, afatmesme afatgjata nga shteti shqiptar, mënyrë që të rikthehemi prodhimit vendas, sa më shumë zhvillim, sa më shumë prodhim vendas, aq më shumë të ardhura kombëtare, aq shëndet i sigurt për konsumatorin dhe aq më shumë imazh për produktin shqiptar kur ato eksportohen në vende të tjera. Duke marrë një shembull që ne të gjithë dimë që është real teknik, pra blerja ose marrja që ne pra marrim qumshtin, shqiptarët përgjithsisht preferojnë që ta marrin më së shumti nga fermerët sesa një produkt i cili është i tregtuar në markatat e sotme. Do doja të dija në qoftë se ky shqetësim lind për qumshtin për shkak sepse në të ka më shumë baktere dhe higjiena dhe kushtet për ruajtjen e qumshtit janë më të larta sesa për një produkt tjetër. Në qoftë se krijoheshin, çfarë mekanizma duhet kontrollohen për të kontrolluar qumshtin pra më në thellësi? Po ne nuk e zhvilluam shumë si temë të çështje për cilën ju pyesni me drejt, por e tham pra, nëse struktura shtetërore, shërbimi veterinar, do jetë mirë funksional i organizuar si strukturë shtetërore lokale këtu, në drejtorinë e bujqësisë Kavajës, aty ku është dhe drejtoria e shërbimit veterinar, thashë që është një doktoresh profesioniste shumë e mirë, e cila ka bërë punë shumë mirë, dhe po vazhdon është më mirë në vje mirë, sepse çdo ditë fjalë po arrin pozitivitet në fushë. Të thashë një mirë funksionimi i shërbimit veterinar në rastin konkret, ose për produktet e tjera të prodhimet e arës,
që e ka pjesën e agronomisë, janë diçka në fjalë që vetë struktura shtetërore pra duhet të funksionojnë normalisht në fjalë që të ketë siguritë e konsumatorëve. Nuk thash kot, ai regjistrimi që bëhet tani po bëhet censusi i kafshëve, nëse ka dalë këto besoj nga shtatori fillon censusi, sepse janë bërë regjistrime herë pas here, përsëri ka gjëra fiktive, shifrat për arsye abuzive etj. Nuk po i futem asaj pjese, por më fjalë një regjistrim i saktë i kafshëve, të imta, të trasha, shpendët, bletët e të tjera, do të thotë fjalë një inventar. Te ka inventar që ti ke regjistruar zyrtarisht, shërbimi veterinar ka për detyrë të bëjë kontrollin e shëndetit, vaksinimin, kontrollet periodike dhe lëshimin analizat e produktit her pas here, ta marrë prash veterineri, jo fermeri ta çojë ke veterineri. E kuptoj, do të shkoj veterineri tek veterineri do të shkoj, sikur edhe një lop të ketë një fermer atje, një zonë caktuar, sa është ka mundësi, është ka kapacitetin, ka për nevojat e veta, prodhon 10 litra, 5 i mba 5, do i nxjerr aty me bidon gjatë ditës për të krijuar të mundësinë për të jetuar dhe ai. Shërbimi veterinar për veterineri është i detyruar të shkojë të marrë analizë rast pas rasti janë periodike i përcakton ligji. Edhe veterineri i zonës atje duke pas gjithë informacionin e mjaftueshëm. Siç është një mjeku i lagjes, pra njefti gjithë lagjen duke filluar që ai që lind deri në momentin e fataliteteve që njerëzit e moshat të mëdha që vdesin. Pra ka një kartel, ajo kartela ka të gjitha të dhënat. Duke pas të dhënat të regjistruar, të matrikuluar, të kontrolluar, të vaksinuar dhe klinikisht të shëndosh, një kafshë klinikisht të shëndosh, ja do prodhojë natyrisht një produkt të shëndosh. Pra qumësh të sigurt, ose mish sigurt, ose ves sigurt, ose kuptimin e gjithë prodhueshmërisë. Kjo në fjalë. Kjo është e diferenca që bëhet. Pra, nuk e kemi në ato parametra që duhet dhe shumë punë. Pra ne thash jemi tek kapitulli 12 i BE-s që na ka vënë detyra, duhet i kishim bërë shumë më para, por siç nuk kanë funksionuar gjërat mirë këtu me këto e kuptoj, ka ashtu kanë qenë problematikat defektet në administratë, emrimet nepotike, militantët, një krah, e tjera që kanë sjellë ngadalësim, kanë sjellë pasoja, kanë sjellë lëvizjat e administratës sa herë ndryshojnë qeveritë e tjera, dhe kjo ka krijuar problemet e veta. Problemin e krijon sot, po duhet 10 vjet e vuan deri kur të arrijë të formalizohet një strukturë tjetër që të jetë e aftë për të monitoruar dhe për të pasur në kuptimin e saj kapacitetet për të kryer funksionet e veta. Pra është diçka që janë defekte që kanë me kohën, me vit pas vit, nga 35 vite kanë ndodhur këto gjëra, por nuk jemi në një situatë alerti, jemi në një situatë të mirë për të tentuar, për të luftuar, për të punuar, për të shkuar drejt mes mirës ke ajo që kërkohet standardi i Bashkimit Evropian për mbrojtjen dhe sigurinë e konsumatorit. Kërkesa oferta, çmime jo manipuluese, konkurrencë drejt. Mirë funksionim i strukturave shtetërore, ndërgjegjësimi i publikut, ndërgjegjësimi i konsumatorit me rastin më të parë të dyshimit për të denoncuar. Denoncimi është pjesa kryesore dhe përgjegjësi e konsumatorit. Mundësi dhe hapësirat i përmendëm janë shumëta, nuk kemi pse heshtim ose t'i bëjmë muhabet nëpër kafene. Nëse konstaton diçka, do ta gjesh një strukturë mos njëra tjetër, do shkosh ta denoncosh. Edhe aty ku bë denoncimin, askush nuk mund ta marrë pa e deklaruar ose pa çuar tek institucioni tjetër, sepse kalon përgjegjësia tek dhe përgjegjësia tek. Kur vjen puna çështjes sigurisë dhe shëndetit, askush nuk e marr përgjegjësinë. Secili do ta kalojë nga një raport tek tjetra në saj, kështu që konsumatorët të jetë kujdesshëm. I falenderoj sepse kanë drejtësinë konsumatorët të kavajës sa një herë. Po sillen shumë mirë si mikpritës me turistët, duke filluar ke Shkam i Kavajës, ke Mali Robit, në Golem, në Spillet, gjithë kjo zona turistike këtu, bashkë me këtë qytet mrekullueshëm, këto konsumatorë të mrekullueshëm këtu, të rrisin përgjegjësitë e tyre, plus përgjegjësisë pra le të kërkojnë ato veterinerët dhe agronomët aty ku prodhojnë, le të kërkojnë nëse ka një neglizhencë nga agronomi, nga veterineri që nuk shkon, le ta kërkoj ky nëse shkon, ta denoncojë atë që nuk vjen. Sa ai është mjek, agronomi është mjek bimësh, veterineri është mjek i kafshëve. Siç është mjeku i njeriu. Nëse dikush nuk paraqitet, kërkojë denoncojë pse nuk vjen. Kjo rrit përgjegjësinë, po në të kohë minimizon problematikat
edhe rritë sigurinë. Sepse informalitetin do bashkëjetoj, ne pretendojmë që të ulet në raport me ato që jemi sot, fjalë, por natyrisht kjo do vazhdojë, se në vendet e botës, për shembull, një ditë, një javë, 2 ditë, një javë ka tregje të hapura, që i quajnë tregje publike, tregje të hapura ato, janë që ofrojnë këto produkte. Dhe pjesa tjetër, edhe tek pjesa kapaciteteve njerëzore, mund të jetë shumë e mirë, mund të jetë shumë e mirë që tregtohet atje, si cilësi, si produkt, ai që e tregton mund mos jetojë në rregull, se nuk ka libresh shëndeti. Ai mund të ketë smundshmëri, ai që mjell dhën, delen, lopën, mund të jetë me dermatit tek dur, fjalë që transmeton keq qumshti dhe transmeton smundshmërinë kjo konsumatorit. Shëndeti publik njëherë në krah, kontrollin e gjithë personave fizik që ofrojnë produktet, tregu informal dhe tregu informal, absolutisht kjo fjalë duhet të jetë një kërkesë ligjore e pa tolerueshme. E para, e dyta, inspektorët e AKU-s, të kryesisht të riskut. Ato natyrisht kontrollet periodike janë ligjore, por kontrollet duhen të bëhet befasishme dhe jashtë pjesës periodike, sepse nëse është periodike një 3 muaj. Kontrollet periodik për cilën frekuencë ka ndiqet? Pra ka një po flas për këto stabilimentet e prodhimit të mëdha, cilët të kryesisht përpunimit në produkteve të mishit apo qumshit. Të qumshit dhe të mishit, fabrikat e mishit përpunuese, fabrikat e qumshit përpunuese. Nuk ka rëndësi, sepse këto fabrikat, këto kanë laboratorë të kontrollet dhe vetë, kanë me ligj. E kuptoj. Ato e bëjnë dhe vetë kontrollin e produktit. Por krahas atij kontrollit, pra që bëhen në periodike, duhen dhe kontrollet të befasishme her pas here. Pra jashtë asaj, sepse ligji e përcakton. Duhen bërë kur konstatohen apo ka dyshime nga konsumatorë që një produkt nuk përmbush ato kërkesa me të cilët deklarohen në treg. Në këto raste, se nuk po themi autoritetet nuk janë policë, nuk janë xhepaxhi, nuk janë njerëz që duhet të shkojnë të bien gjatë biznesit. Biznesi është i ndershëm, biznesi ka lëxuar kapitalet, biznesi po punon, duhet falendëruar, duhet stimuluar, duhet mbështetur çdo ditë që të përmirësojë cilësinë, standardet e konkurrencës dhe çmimeve të tregut. Por më fjalë strukturë shtetërore për rastet abuzive, kur ka tendencë apo raste të raportuara apo ankesa, menjëherë fjalë duhet ndërhyrën për të minimizuar dhe për të ndëshkuar ato të cilët ofrojnë pasiguri tek produkti dhe pasiguria e produktit është pasiguria e shëndetit konsumatorit. Meqense pak më parë dolëm te pjesa e tregut që ka dhe bota. Nga të afërmit e mi kam dëgjuar se konkretisht në Gjermani, pjesa e tregtimit qumshit që vjen nga fshatarët është e krijuar në një mekanizëm që secili fshatar produktin e qumshtit që ka pra nga ferma e tij e vendos në një makineri ku ti aty mund të shkosh dhe ta marrësh në çdo kohë të ditës pa që nevoja që të jetë fshatar aty, pra me anë të një xhetoni. E vendos, e merr dhe e përdor. Çfarë domethënë mungon le të themi nga Shqipëria që dhe Shqipëria të ketë një mekanizëm të tillë, pra që mos rri një fshatar apo një fermer gjatë gjithë ditës të shesi qumshin, por të merret me Po ne e përmendëm atë jo kot i përmendëm të dy sepse të dy funksionojnë tregu formal dhe informali. Nëse tregu formal për këto fabrikat e qumshit apo të mishit shkojnë në 3 natës në kuptimin se këto supermarketet grumbullues quhen ato shkojnë e marrin në pika caktuara nëpër zona, nëpër fshatra, shkojnë e marrin produktin, natyrisht ai i njeh të gjithë ato fermerët cilët ja çojnë atë produkt, se ka bojë kontrata, mund ta ketë verbale, mund ta ketë me shkrim. Ato e bëjnë testin dhe kontrollin e produktit. Ai e bën. Problemi është që ka 10 çishë qumësh ke shtëpia, që s'ka pikërisht në zonat caktuara. E kuptoj në njësitë administrative që ka kavaje, e supozojmë do kalojnë luzi madh, luzi vogël, do vjerë për të ardhur në kavaj. Nuk ke kryqëzimi shpëlles, të ketë një vend testi aty, e supozojmë që edhe ky fermer të kalojë një pikë caktuar për të bërë testimin e produktit vet. Nëse nuk funksionon mirë shërbimi veterinar, sikur shërbimi veterinar ne përmendëm përpara, nëse shërbimi veterinar, e supozojmë një 3 muaj, e njeh zonën që është klinikisht të shëndosh, kafshët që mbulon territori vet janë klinikisht të shëndosha, fermerët që e proponojnë dhe që i trajtojnë dhe që i mbashtrojnë të kafshë janë klinikisht dhe vetë të shëndosh, atëherë fjalë pikërisht merren këto analiza çdo 3 muaj për t'i bërë kontrollin. Analizat bëhen tek Instituti i Sigurisë Ushqimore Veterinarisë në Tiranë
është një laborator i specializuar në kuptimin jo vetëm kombëtar, por edhe mbar kombëtar, është diçka fjalë që janë standarde të cilat është përputhje me gjithë direktivat e Bashkimit Evropian. Por më fjalë këto ende tek ne mungojnë dhe mungesa e këtyre, mos funksionimi i mirë i këtyre, pastaj sjell atë rast pas rasti edhe humbjen e besimit, edhe shumë raste sjell edhe rrezik për shëndetin e konsumatorit. Pikërisht pra duhet mirë funksionojnë dhe pretendojmë që brenda 2027-s deri në 2029 në Shqipëri të jenë vendosur standarde të rregullat të mirë funksionimit të sigurisë së konsumatorëve. Dhe kjo do të thotë që Kavaja, e supozojmë sot që është një ndër 61 bashki të vendit, fjalë të ketë një laborator në drejtorinë e bujqësisë së shërbimeve veterinare, ketë një laborator të kontrollit ditor, nëpërmjet inspektimeve, nëpërmjet kontakt me fermerë, nëpërmjet kontrollit tufave që mund të bëjnë atje, fjalë të marrë analizën dhe ta ketë her pas here, fjalë siç bën testet e ujit të pirshëm çdo ditë, për shembull shëndeti publik, është i detyruar, është tjetër gjë pasaj që funksionon, është i detyruar çdo ditë të marrë kampionet të ujit të pirshëm publik këtu, fjalë të bëj analizat edhe të bëj edhe deklarimin e rezultatit të analizave. Kjo pasaj të rrisë cilësinë, edhe cilësinë e produktit, sigurinë e konsumatorit. Pretendojmë pra të shkojmë deri këtu, fatmirësisht nuk kemi pas probleme. E thash një ndërgjegjësimi deri diku tek njerëzit, tek prodhuesit, vetvetiu ka ardhur, sepse sot është kohë fjalë nuk po them për të jetuar, po një pjesë janë për mbijetesë. Ai mund të jetojë me 2 lopë, me 5 lopë, siguron të ardhët e bukën e familjes me to. Ai është i detyruar sa më shumë për aq kapacitet dhe mundësi që ka, të ofrojë një produkt sa më sigurt tek personat që të shet për ditë. Sepse ka krijuar besim tek ato njerëz, siç krahun tjetër edhe konsumatori tek ai person, ai prodhues ka krijuar atë besimin e vet. Kjo funksionon, kuptosh, edhe do funksionojë, por ne themi pikërisht strukturës shtetërore duhet harmonizojmë bashkë veprim me njëra tjetër, në mënyrë që të jetë në çdo kohë ta kenë nën kontroll situatën nëpërmjet monitorimeve ligjore që kanë për detyrë të bëjnë. Kur këto nuk bën ose anashkalohen ose abuzohet, pastaj kjo sjell një zinxhir pasigurie që vjen tek pasiguria e produktit, që sjell rrezikun e shëndetit të konsumatorit. Përpara se një produkt të dalë në treg, çfarë kontrollohet konkretisht te ky produkt? Pra cilave kontrolli nënshtrohet? Po tek produkti një është kontrolli organoleptik, që e themi ne është tek po e fillojmë ke një therje. Nëse sot ka thertore, çdo zonë, çdo rajon ka thertore që çdo kush që therr një kafshë, qoftë në familje apo këto që merren me tregti, fjalë janë detyruar ta çojnë në thertore. Në thertore është duhet çuar 24 orë përpara, sepse pikërisht fjala aty është ajo karantina, quhet zona e karantinës, që shkon një e çon sonte, kalon orët e karantinës kafsha, kalon në sektorin mbas i bën këto pra kontrollet njëri tjetrin, kalon në kontrollin e therrjes dhe të përpunimit, dhe pastaj kalon transporti që e bie tek dyqani. Dhe kur ta birat e mishin që varet aty ke dyqani, ai vjen me një certifikat sigurisë veterinare. Edhe ka vulën e inspektorit veterinar që ka bërë kontrollin organoleptik të kafshës, natyrisht ka dhënë dhe siguri për shëndetin e konsumatorit. Por është edhe e shkruar, edhe fizike në fjalë me vulë të vulosur. Dhe sa pjesa tjetër, siguria dhe pasiguria, e përmendëm sepse duhet struktura e shërbimit veterinar apo tek fruta perimet e shërbimit agronomisë, këto duhet sa më shumë të njohin terrenin. Një terren i sigurt, sa më shumë të njihet dhe të ndërhyet kur ka raste apo probleme për timin minimizuar, aq më e sigurt është kjo. Nëse anashkalohet dhe shkohet një herë më javë, supozojmë për të parë një zonë, një fshat atje, tufët atje, në cilin rritet ajo kupton vetëm fati, ose vetë natyra shqiptare që fatmirësisht nuk jemi të kontaminuar në raport me shumë vende tjera që janë me probleme. Pastaj është vetëm ai fati që na ruan, shansi që na ruan. Kur mungon kontrolli ashtu siç duhet, pasiguria është më e madhe. Kur kontrolli është normal, ligjor, ashtu siç duhet, fjalë edhe siguria është më e madhe. Ky kontroll bëhet më intensiv tek produktet e eksportit apo importit? Po këto janë të ndara, natyrisht ato që importohen, se në Shqipëri janë rreth 68% e produkteve që importohen, pra rreth 32-33 këto sezonën e verë që mund të shkojmë
ke 40% që i prodhimi vendas, por sa pjesa tjetër 60 dhe 68% që mesatare vjetore, produktet fjalë importohen. Ato që importohen, ato vinë në bazë legjislacioneve se cili vend prodhues, qoftë në kontinentin Europian apo jashtë kontinentit, sepse tregu është global. Kupton se nuk ve kufizime. Mishin mund ta marrësh në Brazil, o çmimi më i ulët dhe nuk mund ta marrësh e supozojmë në Belgjikë, se është çmimi më i lartë. Ajo është çështja pastaj interese është etj. Të gjitha vinë me dokumentacion përkatës dhe sapo vinë në pikat kufitare, qofshin këto detare, toksore apo ajrore, ka shërbim 24, si bëhet kontrolli njerëzve për dalë në aeroport, supozojmë, ke skaneri, ashtu bëhet edhe kontrolli mostra të rastishme, që merren ke gjithë kontenjerët e produkteve që vinë të rastishme, jo më fjalë dhe marrësh këtu, ku do transportuesi apo personi që bën importin. Pra të rastishme, merren bëhet kontrolli, në momentin që del klet analiza, atëherë në fjalë produkti del nga pika kufitare doganore. Pa dalë rezultati, në fjalë nuk bëhet fjalë që dalë produkti të futet në territorin shqiptar. Masi shifet dokumentacion praktika sot fatmirësisht janë gjërat online, teknologjia ka bërë që të kontrollorë edhe në kohë online, pjesa fizike pastaj bëhet janë laboratorë, të skaneri, janë njerëz profesionistë, janë shumë struktura që marrin pjesë tek të pikat doganore apo kufitare aty ku futen produktet, kështu që nuk raste shumë të rralla, bile po thoshe nuk ka pas to vite, fjalë që të abuzohet në raste të tilla, sepse dokumentacioni përkatës i shoqëruar, ai ka kaluar disa aeroporte, ka kaluar disa shtete, ka kaluar disa kontrolle dhe se pika pritse që mund të jemi ne, që jemi pika pritse në Shqipëri, është kontrolli i fundit, që në bazë gjithë raportimeve që kanë bërë homologët në për kontrollet e tjera, bashkë me dokumentacion përkatës të atij që ka bërë eksportin për të importuar në Shqipëri, është një praktikë, ka një dosje të veçantë, ku në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe ndërkombëtar, të gjitha të dhënat e produktit janë të shkruara dhe janë në përgjegjësi të plotë nga personat të cilët në fjalë bëjnë importin e këtyre produkteve në Shqipëri. E kuptoj. Sa përqind të nevojave të tregut shqiptar mund të mbulojë prodhimi vendas? Unë sa thash, prodhimi vendas ne mund të arrijmë maksimalisht, mund të arrijmë me fruta, perimet. E kuptoj që mund bëhet, po me kapacitetin që ne kemi, sa mund bëhet? Pra mund rritet pak ajo përqindja që ju thatë që ne më shumë marrim nga jashtë se sa importojmë. Po absolutisht, pra ne tham, pra sepse degradimi i bujqësisë për shumë vite, pak për 25 vitet e fundit, degradimi që ka ardhur te pas sot, nëse para e supozojmë 15 vitesh ka pas rreth 3 milion e sa gjedh lop, sot në fjalë kanë ngel 1/3 e tyre. Pra 1/3 e tyre do thot 1/3 më pak prodhim, 1/3 më pak konsum. Dhe kjo do mbulohet, pastaj do mbulohet, tregu do njerëzit duhet të hanë për ditë. Pastaj fillon ato që kanë vendet e zhvilluara, ato që kanë punuar, ato që po punojnë, që kanë krijuar ekskluzivitet, natyrisht që demarshë të do importosh dhe konsumosh këtu. Po, prandaj mund të themi që është pjesë e konkurrencës. Nuk e ke cilësi të importit, nuk e ke cilësinë si prodhimi vendas, sepse fatmirësisht prodhimet shqiptare natyrale, jo prodhime që kanë një cilësi shumë më të mirë, janë pa kontaminuar, janë më të freskëta, janë më të shijshme edhe për vetë pjesën, pastaj pjesa tradicionale. Çdo pjesë Shqipërisë, që veriu, Shqipëria mesme, juglindja, perëndimi apo verilindja, secila ka pjesën e vet tradicionale të produkteve të veta, që mundohet të konkurrojë për të ruajtur edhe trashëgiminë nga emri dhe ekskluzivitet që kanë gjërat natyrale shqiptare. E kuptoj. A mund të themi sot se konsumatori shqiptar është realisht i mbrojtur nga rreziqet ushqimore? Pra, a kemi arritur ne në një status që një konsumator të dalë të blejë një produkt dhe ta marrë atë me një siguri të plotë që ky është 100% i shëndetshëm për të? Kjo është një pyetje, a kemi arritur në atë stad që konsumatori shqiptar të jetë i sigurt totalisht nga gjithë çfarë konsumon aty ku jeton ose ku lëviz, këtë nuk mund ta themi kurrë as sot edhe mas 100 vjetësh. E kuptoj. Sepse ka gjithmonë vend për ne kemi raste vende shumë të zhvilluara. Do marrim si shembull Parmalatin, industrinë e përpunimit të qumshit në Itali, që nuk është, fatkeqësisht nuk është, ishte ekskluzivi më i madh i Italisë, Europës e tjera, u konstatuan probleme tek produkti, tek qumshti i Parmalat, edhe normalisht ai u zhduk nga tregu, u gropos në kuptimin si biznes, si emër, si një tjetër. Pra edhe aty ku ka ekskluzivitet madh, gjithmonë nuk mund të pretendojmë
më fjalë të përjetshme që të kemi një siguri. Aq më tepër në Shqipëri kur thamë që ne jemi një shtet ideal, një shtet post-komunist, që kemi 35 vite në ekonominë e tregut, nga një ekonomi e centralizuar kemi dalë në një ekonomi tregu. Në ekonominë e tregut ne kemi dalë në kuptimin e saj pa ditë as rregulla loje, as rregulla konkurrence, as cilësi, as siguri, as ndërgjegjësim. Pra kemi ardhur në pjesën e trashëguar së përgjegjësinë në sistemin tjetër diktatorial, përgjegjësinë e kishte shteti, produkti ishte i shtetit, çdo gjë prodhoi nga shteti, çdo gjë shitej nga shteti dhe çdo gjë kontrolloi nga shteti. Konsumatori, pra normalisht edhe kur kishte probleme, nuk mund takohej se ka probleme, sepse ishte vetë shteti që të futë në burg. Fjalë thoshte që jetë bë propagandë me prish emrin e tjera. Pra siguri në kuptimin tërësor, Shqipëria është i vend i sigurt. Është i vend i sigurt se ne e thamë ku është siguria dhe problemet kur ka raste pa sigurie. Është i sigurt sepse rreth 12.431.000 vizitorë turistë për 2025 në Shqipëri, fatmirësisht nuk kemi patur asnjë rast të kontaminimit si rezultat i një produkti jo cilësor. Dhe tjetë pallugurit për saj rreth 2 milion që jemi ne, që jemi 24 12 muajt e vitit, do thotë që strukturat shtetërore kanë punuar, e kanë monitoruar, e kanë pasur në kontroll situatën. Njëtën kohë vetë bizneset janë të ndërgjegjësuara për të patur sa më shumë cilësi, siguri për të thithur kapitalin, se kapitali i tyre është turisti, e turisti i ka erët ke xhepi. E kuptoj. A më kupto? Pjesa tjetër, vetë qytetarët, vetë konsumatorët, vetë femerët apo bizneset, me kapitalet e tyre, zhvillimet e tyre me këto konsumatorë, po nga xhepat e tyre, po marrin për ditë. Nuk kanë interes edhe ato që të largojnë të prishin imazhin e produktit vetë, të largojnë konsumatorin, sepse atëherë do përfitojnë dikush tjetër që mund të jetë më keq se sa ky që mund të falimentojë nesër. Pra vetë ato janë në kuptimin investojnë, i ke pati reklama televizive, me jashtë çdo moment që dalin atje produkte, ai paguën çimet e kokës, në kuptimin e saj për të krijuar ekskluzivitet, që do thotë besueshmëri te konsumatori, joshë te konsumatori, që unë të shkoj në market të blej produkt që shoh në reklam, ke fëmia, për plakun, për vete, për tjetrin. Pra kur bëj gjithë këtë investim, është shumë e vështirë që të ketë tendenca për ta prishur imazhin apo për të prishur cilësinë. Ai me ato para që fiton, ai pretendon që nesër pas nesër 5 konkurrentë të tjerë, 10, 100 konkurrentë të tjerë, me tjetën ekskluzivitet që ka ai, mund ta konkurrojnë ato, ai do të bëjë një hap para që të ketë sa më afatgjat në treg edhe të ketë sigurinë e vetë kapitaleve që ka investuar vetë. Pra, konsumatori shqiptar natyrisht është i sigurt, por konsumatori shqiptar duhet të jetë edhe i vëmendshëm, i ndërgjegjësuar dhe i vëmendshëm. Sepse çdo rast, tendenca për të abuzuar fatkeqësisht, kjo fatkeqësia jona, tek shqiptarët është gjithmonë fjalë nuk mungon. Tendenca e abuzimit. Tendenca e abuzimit, se në një abuzim fitohet shumë dhe ka pasigurit madhe. Konsumatori këtu duhet jetë i vëmendshëm. Dhe në rastet e konstatuara apo të dyshuara, menjëherë fjalë duhet të ankohet dhe të raportojë. Nuk është keq kur raporton, sepse parandalohet keqen e vetes po dhe të tjerëve. Nëse e le, heshtja ke vrarë veten ti, ke vrarë dhe të tjerët nga ajo mungesa e heshtjes tënde. Pra ne duhet jemi të ndërgjegjësuar, fjalë të flasim aty ku duhet, atë që duhet, në mënyrë që të harmonizojmë në komunitet një jetë sa më të sigurt edhe në fushën e mbrojtjes së konsumatorit. Megjithatë mund të themi se shqetësimet më të mëdha të konsumatorëve janë tek pesticidet dhe tek kimikatet që përdoren për rritjen e disa prej produkteve të fermerëve që ne marrim. Bujqësorët, pra, si mund ta kontrollojmë këtë pjesë? Shitjen dhe marrjen e këtyre pesticideve, pra kush ja jep fermerit këto pesticide? Ne kemi histori pozitive, por dhe histori negative në këtë fushë. Kishim para 6 vitesh ne kemi pas fatkeqësisht raste kur nga keq përdorimi, mbi doza, mos deklarimi, mungesa e informacionit, ka bërë që në treg të dilshin produktet pa sigurta. Pa sigurta do të thotë mbi mos kontrolli dhe përdorimi i këtyreve të pesticideve, herbicideve mbi normat e lejuara. Sepse në një zonë të caktuar, një agronom i caktuar, ne e përmendëm dhe i mësuam këtij fakti. Pra duhet të ketë të gjitha të dhënat në një zonë të caktuar,
sa fermerë janë? 100 fermerë. Çfarë do mbjellin? Çfarë produkte do ofrojnë? Po. Kush është fitofarmacia apo farmacia bujqësore e asaj zone? Çaj informacioni personi është i kualifikuar vetë agronomi i kësaj fushë? Ato që ka marrë, produkte që ka marrë dhe tregton pesticidet, janë të listuar në listën e Bashkimit Evropian si produkte që duhen përdorur si stimulues për produktin që ato do prodhojnë nesër. Pra, pikërisht këtu, nëse këto funksionojnë tamam, do të thotë që ne kemi pas raste, pa 2 vitet e fundit jemi më të shliruar ose nën kontroll, që është bën një kontroll shumë më i madh dhe janë penalizuar natyrisht subjekte dhe njerëz që i kanë shkelur këto norma. Se ato do përdorën natyrisht të mbjellësh domaten në 10 orë, në janar dhe në shkurt, në sera, do thotë ato janë stimuluar se do ta jap një produkt. Ai është produkt tregu, nuk është një produkt i mirë ardhur natyralisht. Por ama të gjithë, secila fjalë thashë një tjetër, secili produkt ka një cilësi të veçantë, duke filluar tek fara, tek mbjellja, tek rritja, trajtimi dhe kur shkojnë tek tyre konsumatorit. Dhe në momentet që ndërhyet për ta stimuluar, për ta rritur, për ta zhvilluar, për ta proponuar dhe për ta nxjerrë, duhen disa norma, duhen disa rregulla që duhen respektuar në mënyrë rigoroze. Kur nga mosdia këto te kalohen, nga mania për të fituar sa më shumë, këto te kalohen, atëherë produkti është i pasigurt. Bile është kancerogen, ka raste në vjarë që këta ndaste dhe ke purse. Mund ta konsumosh sot një domate, të trajtuar jashtë normave dhe mbi normat e lejuara me një X pesticid, por ajo mund vjen mas një viti, mas 2 vjetësh, mas 5 vitesh mund të shfaqet smundja. Nuk është diçka që mund ta kalosh nëpërmjet atij problem gastrointestinal. Momental fjalë bëj lavazh ose shkon në spital bëj shumë e kalon. Janë gjëra fjalë që janë gjëra shëndetësore të thella që nuk po i trajtojmë se nuk është e vendi ndoshta. Por 2 vitet e fundit kemi një përmirësim në këtë fushë. A ka vend për të përmirësuar më shumë, dhe a duhet kontrole më shumë, a duhet dhe kjo të jetë në një kontrol monitorim të rregullt, të futet në skaner, si i theme në kuptim në një kontrol instruktor, natyrisht që duhet. Natyrisht që duhet, sepse po të funksionojnë tamam këto, në fjalë, produkti del brenda parametrave, edhe konsumatorin nuk ka problem shëndetësor, nuk ka rrezik. Megjithatë, fshatarët ose fermerët sot mund thonë edhe që thjesht unë bleva këtë lloj pesticidi dhe kimikati dhe domethënë këtë më dhanë dhe këtë përdora. Është më shumë pjesa e sasisë që i hedh apo lloji pesticidi që ai merr nga shitsi? Pesticidi që përdor është një listë, siç janë të gjithë farmacitë që prodhojnë, që japin ofrojnë këto që i themi në ilaçet për shërbim publik tonin. Edhe këto fitofarmacitë, farmacitë bujqësore dhe farmacitë veterinare kanë një listë të miratuar nga Ministria e Bujqësisë, që në përputhje me një dokument të Bashkimit Evropian që janë të listuar të gjitha preparatet që do trajtohen tek bima apo medikamentet tek kafshët, janë të miratuara proporcionalisht edhe llojshmëria, pra një listë e madhe, por edhe sasia ku do përdoret dhe si do përdoret. Nëse thashë një herë tjetër, një farmacist tek shërbim veteriner i mirë, kuptimin profesional, dhe një agronom i fitoteknisë i mirë informuar dhe profesionalisht i mirë, gjithmonë fjalë nuk do jap atë që do fermeri. Se fermeri nuk ka informacion. Fermeri thot, kalla miza tek, e supozojmë tek domatja, edhe të shkoj atje. Po kur shkoj atje, ai agronomi i zonës atje duhet ta di çfarë lloj smurshmërie, kush mize ka prek atë. Dhe në bazë asaj duhet t'japi recetë që shkoj tek fitofarmacia për të marrë atë produkt me ato të dhëna dhe me sasi. Dhe në njëjtë kohë vetë ofruesi, ai që e tregton, agronomi që tregton tek farmacia bujqësore, edhe ai duhet t'i jap pjesën këshillimore të përdorimit e fermerit. Se fermeri nuk e ka, siç jemi edhe njerëzit, çfarë do t'jap mjeku i recetë, do shkosh te farmacisti. Farmacisti do t'jap ilaçin, po në njëjtën kohë edhe do të rekomandoj. Plus që produkti ka edhe një fletë me vete që ka të dhënat e produktit, ka edhe rekomandimin e përdorimit. Qoftë grup moshë në kuptimin e saj, kur para ushqimit, pas ushqimit,
një herë në ditë, 2 herë në ditë, 3 herë. E njëjta gjë është edhe tek kjo fushë. Pra sa më profesionalisht janë të angazhuar njerëz për të dhënë këshillimin dhe për të respektuar këto standarde, fjalë siguria normalisht është e madhe. Kur këto shkilen edhe abuzohet, po fatmirësisht unë kavaj kemi një shërbim shumë të mirë. Doktor Rushdiu që është ke shërbimi veterinar dhe kujtimi ke shërbimi i agronomisë aty që kanë farmacinë. Unë marrë kontakte pothuajse shpesh, i kam pa ato listat, i kam pa edhe produktet e paketuar, i ruajnë kushte shumë mira, i këshillojnë shumë konsumatorët, shkojnë e ndjekin në shumë raste agronomi, shkon për shembull dhe bicikletës, kush e mori supozim në X zonë, po i shkon atje dhe shef dhe si e përdor. Jo është gjë shumë e mirë, pra kontrollon edhe monitoron edhe pjesën e përdorimit, edhe fermeri ndërgjegjësohet, edhe prodhimin e merr tamam fermeri, por vitin tjetër ka krijuar një eksperiencë edhe vetë fermerin për atë që mund të bëjë sot në këshillimin e specialistit, kështu që tradicionalisht fjalë shumë funksionon kjo. Okej. Zoti Stafa, ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit tim sot. Faleminderit shumë edhe për të gjithë informacionet që ju na thatë. Do më pëlqente që të ishim sërish bashkë në studio, megjithatë emisionin sot më duhet ta mbyll. Ishte kënaqësi edhe për mua, unë ju bëj edhe një rrethirrje konsumatorëve të zonës Kavajës, si qytetarë të respektuar ndër të veçantë të në Shqipëri në nivelin e ndërgjegjësimit, të krijojmë besueshmëri tek strukturat, për cilët monitorin të rregull dhe për konsumatorin, të marrin kontakte vazhdimisht kur kanë dyshime apo shohin që dikush do të abuzojë me ta, sepse sa më shpejt më fjalë një problem kur shfaqet, të kapet kohë, aq më i vogël është edhe. Suksese. Shumë faleminderit. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë emision. Së bashku do të rishihemi në emisionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.